Ne me kohë kemi tregu se kjo gjykatë është një gjykatë shumë raciste dhe fashiste për ne, si shqiptar, besoj edhe për veteranët e ushtrisë në Kosovës. Unë këto kam përjetuar në shpirtin tim dhe në trupin tim unë, presidenti Baci Jakub, Haxhi Shala, Nasim Haradinaj edhe tash fundi Salim Mustafa Cali, i cili përjetoi, po unë e di që Calin mes dhimbjes do ta gjenë edhe forcën. E dim që kjo gjykatë është shumë e domshme për vendin, po ja peshin edhe këtu se kjo gjykatë është dosta liroj Calin që të vjen vizitë humanitare para 5-6 ditë, jo sot kur ne kemi bu kërkesë dhe mbrojtja e Calit ka bu kërkesë që ta liron Calin që të vjen paktën ta viziton babën sa ishte në spital, gjallë ta shift dhe që ja ndodhi kundërta, edhe sot nuk e lirun, që nuk ka menduar paktën mbi sot do ta lirojnë që të vjen varrim se Cali është i dënuar, ka një verdikt 15 vite burg, pa drejtësisht i dënuar me dëshmitar të rreshëm dhe të falsifikuar dhe me dosje të rreshme, kështu që çka thon tjetër. Cali gjon Kurajo, gjon forcën, e di që forcën e gjon Cali, se Cali edhe në Luk ka qenë fort, edhe në burgun e ishi Jugosllavisë, natë 3 natë shot Gorgjemburg ka qenë fort, po edhe tash do të jetë fort ashtu si gjithmonë. Edhe njerëzit që ka mëna Cali, presidenti dhe të tjerët do të thonë Cali forcë dhe Kurajo. Kështu që unë do ta ngushoj Calin këtu përmes mediave të juve, Calin dhe gjithë familjen e tij. Edhe një telegram që ka dërguar dje nga qendra para burgimit, që unë kam punë në telefon me shokët mëna që të gjithë një nga një me emri kanë dërguar ngushtime familjes Calit, vëllezërve dhe motrat të Calit dhe familjes direkt të Calit. Kështu që faleminderit juve që keni gjithë kohë më ardhur, ju dhe peshin e vetë se kjo gjykatë është shumë e domshme. Unë dje kam thonë në televizion tash, nuk e di nëse në televizion për juve, që shteti i Kosovës, qeveria në detyrë, ministria në detyrë, drejtësisë, ministria e punëve, është dashur dje të dërgojnë një letër në qendër të paraburgimit se Cali ka verdikt. Dhe qendra para burgimit dhe gjykata ka drejt Calin italian që të jetë sot në varrim se Cali ka verdikt. Po ne peshojmë këtë qeverinë e ty çfarë është, edhe çfarë ka qenë më herët. Piksoj qeveria s'prishim asgjë, edhe s'kemi prit deri më sot kurrë. Kështu që kjo qeveri është për turpin e shqiptarëve që është në pushtet. Edhe që dhosh Zoti që mos vjen në pushtet se kjo është që interesohet paktën për qytetarët e vet. Jo për luftëtorë, por që ata janë qytetarët i vendit të Kosovës. Dhe kjo qeveri është dashur dje të dërgojë një letër në qendër para burgimit për ta cilë Calin sot në varrim, paktën ti thot babës vetë lam të migjen në fundit 2 grush të dhejtjes është për mi. Po është e vërtet mbrojtja dje kam komuniku, është e vërtet që mbrojtja ka bëu kërkesë për herë dje herët në orën 12 se ka bëj dikun, kam bëu kërkesë që për Calin të lirohet sot që vjen në varrim paktën 4 orë jetë këtu. A ka posë në vendim apo? Jo, s'ka përgjigje ende, s'ka përgjigje ende alo, kështu që ju peshini vetë çfarë gjykatë është. Kjo gjykatë më shumë kjo përket burgjeve serbe apo ishte Jugosllavi, sistemi i Jugosllavisë, apo Rusi, Korea, apo Kinë. Kjo nuk ka gjykatë e Evropës, për të thënë si që s'ka drejtësi këtu fare.